Gjatë intervistës në televizionin Besa, kryetari Totaj pohon se në 4 vitet e ardhshme prioritet janë teleferiku, parkingjet dhe ndërtimi ndërtesës komunale, furnizimi me ujë si dhe shumë projekte të tjera që edhe i kemi dhënë si premtim elektoral. Të standarde zakonisht janë vijim dhe shkojnë pa u vrejt. Mirë po projektet kryesore që i kemi përmend edhe në fushat janë 3, 4, 5, do më thonë teleferiku është një projekt serioz i cili është në vazhdimsi e sipër. Pastaj adresimi i çështjes parkingjeve është një çështje shumë e rëndësishme. Pastaj ndërtimi i ndërtesës së re të komunës është një çështje shumë e rëndësishme. Përmirësimi i furnizimit me ujë është çështje shumë e rëndësishme. Edhe eventualisht ndërtimi i kolektorit të ujnave të zeza, domethënë kanaleve për mbledhjen e ujnave të zeza, që ato ujnë të zeza me çunë në impjant, edhe kështu me mbrojt edhe lumin, po edhe qytetin. Këto janë ato pikat kryesore të cilat unë besoj që gjatë mandatit do të arrijmë të realizojmë, kurse pjesa tjetër pastaj në vijim ka edhe shumë punë tjera, për shembull rritja e numrit të vijave të transportit urban, masanena subvencionimi disa kategorive për transport urban, përkrahja e sportit, përkrahja e kulturës, një jazz festival të ri të kemi që se kemi pas deri më tani. Vazhdimi i ndërtimit apo investimit në infrastrukturë sportive dhe kulturore, vazhdimi i investimit në infrastrukturë bazike në përfshatna kryesisht, kurse në qytet vazhdimi i kompletimit të infrastrukturës me kubzat të Shadrvanit, sepse janë disa rruga Marin Barleti, rruga Tjenalt ka shkolla muzikës, pjesa ka lidhja Prizrenit, do të bëhen me kubzat gjitha, edhe ndoshta nëse kemi mundësi financiare, rrugicat e lagjes Kurilla me kubze do të shtrohen edhe përmes lidhjes Prizrenit do të lidhen me Shadrvanin për me bëu kështu një tansi, një kompleks më të gjanë të qendrës historike si atraksion turistik për shumë vizitorë. Edhe punë tjera në vijim, domethënë bursat për studenta, kontributet për ata që janë smut me kancer, për gratë lehona e kështu me radhë. Kryetari Totaj po kështu ka premtuar për një qeverisje më të mirë bashkë me koalicionin.